Unë s'kam qenë sekretar i mbrojtjes të Amerikës, nuk kam qenë shef i Pentagonit. Po e kam bëu ushtrin si kur tisha shefi i Pentagonit, se e kam marrë bekimin e tij. Ju lutem nëse don me kry punë, si rasti antarësimit në ato, vetëm një po të vynë. Vetëm një po. Ajo është nga? E tani njajtë si atëherë. Vetëm një po të vynë. Foja marrë po, sekretarit luftës të Amerikës. Të gjitha tjera janë proces që du t'i bëjsh, po vetëm një të vynë. Po aktin e ftesës për Kosovën, do t'ja jepsha Parlamentit Kosovës. Për 90 ditë. Ashtu si është urgjencë me ndalë rritin e çmimit rrymes. Po. Mos me na u rrit për ditë. Ashtu është urgjencë antarësimi në NATO. Pra, me umblu, me ja qitë kulmin sigurisht tonë, përjetësisht. Nëse hymë në NATO, siguria na kushton ma lirë, nuk jemi vend i rreziku, dhe muj me bo ekonomi, muj mu zhvillu, në rritet vlera e vendit tonë, në rritet vlera e çdo pasurie që e ka Kosova. Në rregull, po si të bëhet Haradinaj? Sa është rrugë me stopa... Unë di me e bo këtë fund. Di me e bo, si që atash nuk zbërthejen të punë kështu. Ju të regova, bërja ushtrisë ka qenë shumë proces kompleks. Shumë proces kompleks. Aq indishëm së ta mërmenja sa. Pra, fakti që ke pas 20 e sa ushtrit huja këtu, në detyrën e ushtrisë, me vo dhe veni që këta kanë ardhur me vo ushtrin, ka qenë një shpërputje e madhe, ka qenë një situatë e ndihshme, vendet e njohshme të Kosovës, antarët NATO-s, i votu ligjet me t'i aprovue sekretari i mbrojtjes, atëherë që tash është sekretari i luftës, generali Matis, e me t'i aprovue edhe alat të tjerë, ka qenë një proces kompleks, po është arrit, tash është realitet e Përsëri pak flet për atë periudhë. Vetëm flet për finale, nuk bëhet. Nëse shpenzojmë atë, presh me folë ku ta krymë këtë tjetën. Kër e krymë ta... E ki ende plani aksional i antarësimit NATO, siguri dhe ekonomi. Është ilus gjithë, pra që mos bëhen as pesimist. Se di që më kanë talë, dikush ka thonë që Haradinaj po premton NATO-n, për 3 mujtet ka thënë. Po, ka thonë që kur t'ishte sekretari NATO-s. Unë s'kam qenë sekretar i mbrojtjes të Amerikës, nuk kam qenë shef i Pentagonit. Po e kam bëu ushtrin si kur tisha shefi i Pentagonit, se e kam marrë bekimin e tij. Ju lutem nëse don me kry punë, si rasti antarësimit në ato, vetëm një po të vynë. Vetëm një po. Ajo është nga? E tani njajtë si atëherë. Vetëm një po të vynë. Foja marrë po, sekretarit luftës të Amerikës. Të gjitha tjera janë proces që du t'i bëjsh, po vetëm një të vynë. Keni raporte me të? Jo me profesionalisht, po me Pentagonin kem pas, në vazhdimësi kemi edhe me misionet tjera. Pra vetëm një të vynë. Vetëm një mundësi me marrë punë. S'ka tjetër. Po që të ndodha ajo nuk është ka që letë si për shpjegon Haradinaj. Si qeni, nuk ka qenë letë poja për ushtrin tonë, për ligjet tonë. Me një lexoni ligjet e ushtrisë Kosovës votume në parlament. Me një ligjet e cilës do ushtrije në votë. A dalojnë këto tonat për ndonjë ligjet e ndonjë ushtrije në votë. Me një ligjet e ushtrisë Shqipërisë. Me rrit Amerikës, me rrit Gjermanisë, me rrit gjithkuj. Nëse ka një dalim, një kufizim ushtria jonë, në fort me cilën do ushtrit vodës flasim, të ho situata janë reale, unë këtë situatë e kry, këtë punë e kry. Po zotoni Haradinaj që mbaroni këtë punë? Po. Po asë një hamendje? Po. Se je i kësaj fushë ke... Unë nuk e kry, unë e kry në Kosova. Jo, Kosova s'mund t'a kry, ka 2 milion banor Kosova, s'mund t'a kry Kosova, po prandaj po them. Unë jam Kosova në këtë rast, përfaqësoj Kosovën. Kosova e krynë. Pra në rashe, për shembull, sikur të isha kryetar qeverie, nga dita e dhënies zhbetimit, në ditën e 19, ose në 100 kur i raportoj Parlamentit Kosovës, do t'ja raportojsha të arriturën e caktuar, aprovimin nga sekretari i luftës, se tash quhet sekretari i luftës. Sekretari i luftës, po.
aprovimi nga sekretari i luftës të antarësimit të Kosovës ose ftesën. Pastaj janë do procedura se ajo birokracia e këtyre marrëdhënie vazhdon përjetësisht. Po aktin e ftesës për Kosovën do t'ja jepsha Parlamentit të Kosovës. Për 90 ditë. Një momentum i jashtëzakonshëm politik e i sigurisë për Kosovën, në këtë arkitekturë, po them të trazuar, të le kundër sigurisë Haradinaj, përsa ko që po flasme edhe për anë geopolitik sot në botë, një Rusi me ambicje territoriale, një Serbi në kontrollin paka shumë të... Nëse i lën vetit dilema, nuk ndohë ku gjo, nëse janë mbyllë rrugë tjera vetës, edhe thu ndu me bë këtë fund, se kjo është me rëndësi për venin tim. Palë tjera ta shohin seriozitetin në temë. Unë ku e marrë me ushtërinë, palë tjera e kam pa seriozitetin në temë. E kam pa, kom ditë me ja u shpjegu dobit e tyre. Për shembull, një prej dobive që ja u kom shpjegu për krijimin e ushtrisë ka qenë pikërisht ajo që ndodhi më vonë. Në rast të zhvillimeve të këqija në siguri, ku ju doni me çu trupa gjithkohë. Mos u mërzitni për Kosovën se e kem ushtrinë, e keni t'jujen tu. Pra, ju kom thonë që ku t'ju vynë ushtarët e juj, ju nuk e leni thatë Kosovën. E keni ushtrinë e Kosovës që është pashtu ushtrije juja, se na dojmë hynë NATO. Edhe antarësimin e NATO, bëhet në një kauz, bëhet në një interes ndërsjellë, nuk bëhet i shpatat Kosovës. Reciprok për NATO, po. Bëhet në një interes ndërsjellë, Kosova mundet me qenë kontribuse për NATO, mundet me qenë një faktor i rëndësishëm për NATO. Për pos faktin që kur hyn Kosova në NATO, ata shlirohen nga domosdoshmëria me rujt fizikisht, sa atëherë të runë kontrata e madhe, edhe një antar të NATO-s mu ja rrezikon në armik i madh, po jo në armik i vogël, si Serbia në këtë rast, skuxon me u lazëru Serbia me antarët NATO-s, atëherë janë mundësit, ata mundësiru për neve, na me marë, ma shumë përgjësi për vetën, edhe janë mundësit ne me ju ndihmu atyre, me trupa, me shërbi, me Kjo prioriteti ju, Haradinaj, jo vetëm tani i Kosovës, e kuptoj, që është interes strategjik i Kosovës në këtë arkitekturë të lëkundër sigurisë në botë. Urgjencë e Kosovës, për Kosovën është urgjencë. Urgjencë është, pra nuk është veç prioritet, kjo është urgjencë. Ashtu si është urgjencë me ndalë rritin e çmimit të rrymes, mos me na u rrit për ditë. Ashtu është urgjencë antarësimi në NATO, pra me umlu, me ja qitë kulmin sigurisht tonë, përjetësisht.